A dini se Rabbul Alemini në ditën e gjykimit do të ndërmjetëson mes dy vëllezërve që ata të pajtohen mes vete. Enesi radiallahu anhu transmeton në transmetimin që e shënojnë Imam Hakimi dhe Bejhaqiu si transmetim të mirë të saktë. Thot Enesi radiallahu anhu, ishim duke ndejt me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam aty në mezhlis vetvetiut u qesh. Tha Omeri radiallahu anhu, ja Rasulullah, pse po qesh? Çka ndodhi, pse u qeshe? Çka të gëzoj? Tha Omer, u qesha tha me dy besimtar që në ditën e gjykimit zvar dhe ulën do të shkojnë tek Allahu Azza wa Jall, që Allahu të indan hakët mes tyre. Derisa ati që është bu pa drejtësi, që është marrë haku, do të thotë o Allah, ky më ka marrë hakin, ky më ka hindër hak. E ky që i ka hindër hak, Allahu Azza wa Jall do t'i thotë, jepja këti nga të mirat e tuja, jepja, ktheja borgjin me sevapët që i kibon këtë dunjo. Do të thotë, ky zullumqari, o Zot, s'm kam mbet as një sevap. Krejt që i pata mi morën, shumë borgje, shumë kujt i ka hindër hak, shumë njeri ka sha, shumë njeri ka ranu, shumë toke ka uzurpu, shumë duqane ka bohile, shumë kujt i ka hindër hak, me ndërtesën e ti, me dvëzitmen e ti, me padrejtësin e ti, me pushtetin e ti, me udhëtsin e ti. Shumë njerit i ka hindër hak, si ka mbet më sevap, krejt e kanë marrë. Ka koni manin dunjo, ka bo mirë, dhe ka bo nga në tjetër shumë të këqia. E kur del para Allahut, të mirat janë ma pak se të këqia që i ka bo. Të Zotë s'm ka mejtë kur gjonë. E Allahu Azza wa Jall do t'i thot robit të vetë, të cilët i është bo pa drejtësin këtë dunjo. Shifeni Allahu te bareke wa taala, gjithat mbretëni dhe fuqi nuk ndërhin në hakin e huj pa ja falte. Pasha një Allah, meri halallëk vllaut ton këtë dunjo, se as Allahu s'ta fal në ditën e gjykimit nëse s'ta fal vllai jot. Mos shko në atë dunjo me hakin e huj, shko me hakin e Rabbul Aleminit, sa e kot. Mos me hakin e huj, mos. Ani së është i lisht, ani së është fukara, ani se nuk ka krah, ani se nuk ka shpion e s'ka policë rreth vetës. Mos se shrejnë kime pagujt pasha Rabbul Aleminin. E do të thotë, kytë të cilët ju është bu pa drejtësi, ki miskini, që e kanë marrë hakin këtë dunjo, jo Zotë s'ja fali. Dhe qajti Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Qajti nga mërzia se ky nga ummeti vetë ka me hinë gjenem shtash. Se s'ja fali ky, dhe jo tha s'ja fali. Shumë keq ka bon dunjo. Shumë e dhim shmësht. Zullumi dhe e keqa që dikush ja bon dikujt. Pasha një Allah, shumë lot të mazdumave kam pa, që gjak ju redh nga syti o lot, nga e keqa dhe zullumi dhe padrecia që ju bot, dhe nga pamundësia për me nxerë në selamet të drejtë dhe hakin e vetë. Sa e tjetri është zullumqar i fort, me ndonë sa është i fort. Dhe Muhamedi s.a.s. qajti. E Allahu te bareke ve teala, duke ditë dashurinë e Muhamedi s.a.s. por umetin e ti që e ka, do t'i thot, ati që është bu pa drejtësi, o robjem, që e kryt ka qeli, këshit për pjetë. Kure që e kryt ka qeli, po shef në qel pallate të mdhaja, nga are, nga argjenti, nga diamante dhe gurës të çmum. Thot ja Rab, e të kujna janë këto? Si ka mundësi këto dikush mi fitu? A ka çmim që mundet këto me i ble? I thot të Allahu te bareke ve teala, o robi jam, gjitha këto janë tujat nëse ti ja fal vllau. Unë këto ti jap, këto pallate që i shenë xhennet të mdhaja, nga ari dhe nga argjenti dhe nga diamante të ndryshme të çmum, nëse ti ja fal vllaut tënd,
unë ti ka me t'i dhuru këto palate në xhennet. Ka me t'bu banori xhennetit, jo në çdo xhennet, por pikërisht në këto pallate të mëdhaja që veç ti kemi pas kështu. Thot ja fala ja Allah. Dhe Allahu Azza wa Jall gëzohet me robin e vet që dytë falen dhe fitojnë nga mëshira e madhe e Allahut te bareke ve taala.